Gjatë kësaj fushate, unë kam punuar në Prishtinë. Të dashur qytetarë, të nderuar gazetarë, ndonë së është e diel, besoj se sot që të gjithë kemi zgjuar herët në mëngjes, është ditë e mirë për demokracinë dhe vullnetin e lirë. Republika e Kosovës mban zgjedhjet në raundin e dytë, pra për balotazh në 18 komuna të shtetit tonë. Unë përsa votova këtu në Prishtinë, në ndërtesën e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote që ta shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrës e vendimmarrës për kryetarët e komunave dhe kësaj për 4 vjeçarin në vijim për ata si banor të komunave të Republikës. Gjithçka do të shkojë mbare mirë, edhe Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë përgatitjet, por edhe që të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit tashmë ndodhen në qendrat e votimit. Ju dëshiroj suksese dhe miropafshim. Është raportuar që keni qëndruar deri vonë në provincë. Gjatë kësaj fushate, unë kam punuar në Prishtinë. Pra, unë mban komunave të Kosovës dhe jam përpjekur që të vëzhgoj përgatitjet për zgjedhje, sepse zgjedhjet komunale, lokale janë jo më pak të rëndësishme se sa ato parlamentare qendrore, duke qenë se qytetarët e Republikës janë njëkohësisht edhe banor të komunave dhe është teje të rëndësishme për mirëqenien, dinjitetin dhe cilësinë e jetesës në përgjithësi se çfarë kryetar të komunave do të kenë. Vetë votimi ishte i thjeshtë, i kishte vetëm 2 emra, njëri prej tyre do e mos bëhet kryetar në mbrëmje, andaj edhe një herë i ftoj qytetarët që ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për ta zgjedhur kryetarin e komunës së tyre. 18 komuna ku mbahen zgjedhjet sot në balotazh janë më pak se gjysma e komunave të Kosovës, por nëse shikoni se për cilat komuna bëhet fjalë, është e qartë se janë mbase mbi 80% të popullsisë së Republikës.